our lives turning the volume up. Sa të kënaqet shpirti kur e nis ditën kështu, me rroba të lara, presim edhe këtë tjetrën ta mbushim. Edhe yes. Ndërkohë Mario po mundohem të gjejmë çikije këtu poshtë rrobave. Mario me fëmijët po rri, domethënë Mario brenda, fëmijët herë brenda herë jashtë. Edhe unë thash të ulem të pi kafen këtu. Në vetmin time. Nuk ju kam marrë sot shumë, sepse kemi qenë të zënë me punë me gjëra. Mirë po tani është ora 3 pak edhe erdhëm këtu që bëjnë verë edhe gin edhe gjëra kështu pi alkolike organike. Hajde Mario, kujdes gocën. Ishim tek Marks and Spencer, bleva unë 2 gjëra, nuk filmova sepse u fokusova të merja të gjëra tikja. Pastaj hëngrëm një drek tek Tesco, edhe nëse do rini këtu në Angli, Tesco po besoj dhe i vendet të tjera siç bëhet zakonisht që fëmijët han falas edhe kam fëmijët falas deri me datë 1 shtator. Kështu që ja vlen. Tani po futemi këtu. Mario një kohë tek puna e tij e parë që ka pas bër, ka pas punuar më duket këtu, ose është marrë me këtë vinjardin, sepse Mario ka qenë biomass boiler bla bla bla, nuk e di. Është fantastik vendi këtu. Më duket sikur vetëm kur të dalin ato tash bretkosat që të rinë si për këtyre gjërave. Edhe siç po thoja, e kishim ditën shumë të ngarkuar, plus që nuk kemi qenë shumë mirë me shëndet. Edhe un kam qenë smur, pastaj edhe Bianca. Besoj se neve na ngjiti Evani. Nejse, shkuam sot tek Marku, pastaj tek Tesco. Edhe tha Mario do vinë sa këtu, tha. Ka në fakt shumë kohë që më thot, hajde do shkojmë, dhe unë i them jo. Edhe i thash po. Edhe që nga shumë bukur. Për mua është herë e parë Mario ka qenë se normalisht vendet e reja i ka zbuluar para meje. Fatmirësisht Evanin e kemi ngjumë se për ndryshe luftë e tretë botërore. Që t'na bësh Në fakt, të dhe një. Nda marrësh në lufti. Edhe këtë për ashu. Mbaj mend kur kishim lokalin, kishim kështu për teken e rakis teket dhe dopjan. 5 vjeçi. 295 këtë Mario. E blem edhe gjinin. Edhe nuk e di ku do na çoj Mario, po ecim kështu. Un kam çik dhimbje koke. Kështu që thjesht po ec. Dielli është fantastik, na ka kënaqur dielli si vjet në Angli. Okej, është vap, tash ka ditë që është vap, po është krejt normale, kështu që si vjet në pothuajse 10 vite që kam këtu në Angli, si vjet mendoj që ka qenë verë. Ka qenë tamam verë. Jo heat wave e tjerë, por ka qenë verë dhe verë shumë e durueshme dhe shumë e bukur. Tani shifni sa lezetëm është këtu. Këtu janë ato vreshtat atje latë se i shifni. Edhe këtu, silent pool. Hej, over, shi. Ha vajte këtu ajo. Ha? Bianca. Hez, babi. Look at that, dude. Wow, and for me. That man called, he just looks like a girl. He's John Evelyn. Që çan atyre bukur ta. Evelyn. Ja, he's John Büjü ko. No, it's John Evelyn. Really? Didi, be good. I am good always, Mala. Papa, Huh? who's that man? Does he look Oh, Bobby, yeah, okay, read it. The family, John, the diarist, garden designer. And also tree book silver. Lived nearby Edmonton, near Abdenhammer. He designed the gardens between 6. Hey, beautiful.
Ja. Këtu derdhen uret e zeza. Jo, më jo, bashkë. Këtu e kalon ai ujë që del nga ana tjetër te ponda dhe del këtu. Do you wanna go and i dhe shimon, do një zhytme? Ha? Ky ujë është i burimi vockël, po është shumë i ftohtë. Sa bukur. Mami, there, look. Kjo është pamje që kemi para syve tonë. Edhe pa syve saj. Qoses... Ua, pra e kanë blokuar, e kanë quar andej, po... Shikojnë që rënjë... Shikoj rënjën e pemës që është sa një pemë. Thjesht amazing. Kujdes mama lupi. Bianca ha mama, ha man. Jo se i ndodh gjë pa ha. Si jo. Po zgjua edhe Eva një ditë, po ti ku shkon? I thua asaj kujdes dhe shkon përdore me këtë kremçin e vogël. Hajde këtu ti baba. Hajde këtu ti bantaloti mamit. Shpirti im ti. Besties. Say it again. What are we? Besties forever. We are besties forever. Sa i s'ka frika, e vetëm kur hidhet lap. No. Hajde Eva këtej mami. Bianca? It's not a fish. O Evan, ha më mami. Ftohtë është ftohtë? Get out, babi. Ky është përroj. Po është ujë akull, normalisht është burim. Hajde tash ti duroj kom të lagta ky. Blah blah. Go there, clean the hand, baby there. Yeah, hide. Hide Eva. Shiva, Maria. Not to Bianca, hey. Hide tu na Bianca. You can find them yourself. There's everywhere, huh? Just be careful, man. Shall we get some? Po hedhim gjithë këtu tek përroj dhe e merr ujë, edhe I thot Evani bye bye. Hajde Evan, hidhe. Yay! It's running. Bye bye Leaf. Do ket njerëz pa kujdesshëm kudo. Shishe këtu, shishe ajo atje, shishe kjo këtu. Nuk e kuptoj, kur është natyra kaq e bukur, përse e prishin kaq keq? Hajde dhe në Shqipëri, se po thua hajde dhe nuk e kanë atë kulturë. Ose më sakt, e kishim në kulturën të mos hidhim gjëra në Shqipëri, po, sepse u shkatrua pastaj çdo gjë nuk e kuptoj. Po pse të hedhim pislliqe në një vend që nuk I tret toka, se të jetë lëkur bananje, të jetë dëgjon, mall, mbetje molle, dardhe, gjëra kështu. Jam dakord. Come on, we're gonna go to the park. Park. Ha. Are we going to go to the park? Go straight then. Po pra. Come on, go. There. We're gonna enter there. Is it scary? Go, Bianca. Neve s'kemi punë të vinjarda. Po shikonin çik vreshtat dhe vera që bëhet në Angli, janë gjitha vreshta këto. Edhe atje ka një vend shumë të lezetshëm për të ndënjur. Ka dhe këtej. Është lovely. Është shumë bukur. Do vim me kismet kur të bëhet vjelja e rushit. E bie që kur të kthehemi tani nga pushimet, mund të vim të bëjmë një xhiro. Ha moleti. Mama! O Mario, që e mësove djalit. Erdhëm tani te një park Lodrash, po është super I vogël, një fshati që kemi këtu afër Share. Edhe
Ideja është që nuk është se ka shumë gjëra, janë 1, 2, një slide më të madhe atje, një 2 lisharë se këtu, një kal atje që lëkundet, edhe këtë kështu, më në kaq ka, po është hapësirë shumë e bukur, shikon gjithë të barë, gjithë të natyrë. It's a big dragon! I said, oh, you like it, Evan? Evan! Dinosaur! Wow! Evan. Do ta prek edhe ky, mos e ashu. Wow! Can we find the other Dido, Bobby? Come on, let's go find the other one. Oh, what's this? Wow! That is huge! Wow! Evan! What is that? Dido! It's Dido! Dido! Come on, let's see Dido here, Evan. Hajde, mami. Ha, Bianca. Ha! Shikon Bianca Evanin dhe thot pse s'ma bën dhe mua. Po presim për akullore. Çati mark ti më joni. Çokoladë merja. Të thjesht fare, Mario. Po vërja nëse ja ke vënë gocës dhe ja vësh dati se. What are we gonna get? Ice cream? Apple. Ka i shumë radhë për ca akullore. Vërtet radhë. Edhe makaruns të akulloria, Bianca? Edhe makaruns. Edhe akullore lartë. Akulloria Biancas. Enjoy, mommy, and tell me if it's nice. E se mirë? Ne tani jemi këtu pa akullore dhe kemi blerë Evanit dhe Biancas akullore. Po ne nuk ham dot. Shife tani. Në ham që të shkëpit. Prit, mami. E si pak, mami? Këto akullore, Mario, me këtë shije, e bëndë në Shqipëri, te Tajvani, te hyrja e Myslimshyrit, është një që kishte akullore atje të madhe, dhe kjo është dark chocolate kjo shija. Myslimshyro. Më e preferuar ime ka qenë gjithmonë. Okay, do you like it, Evan? No. Situata jon. Over it. You can't go under it. Sure. A modet e mia. Ah, me gëzime o zot. Na shkojeta, supermarkete, dyqanet, xhiro, vërdall, edhe s'kam filmuar asgjë. Unë dhe aventurat e mia, shikonin çik sa manaferra ka këtu, nuk e di nëse dallohet, po ka aq shumë, edhe mlash Marion, Biancën dhe Evanin diku të parkuar, edhe po i mbledh. Do i ham, s'do i ham, nuk e di, po shikonin çik sa të mira janë. Nuk e kam hapur fare kamerën t'ju them, t'ju flas se ç'a bëm e ç'a s'bëm. Ja ta unë çik. Atje në mur është shtëpia jonë është bën funksion të fëmijëve, kështu që derisa të bëhet të djalin një 6 vjeç, 7 vjeç, kështu do e kemi me zgaravina, me gjëra, me rrëmujra, me kështu gjërash. Atje është vajza që e ka gjetur me blu tak, edhe është basically nga shkolla, është trupi një fëmijë dhe koka e saj, me idenë që ky është vendi jot, diçka e tillë. Që janë manaferrat që mblodha, i po i fus në ujë edhe t'i lë në ujë me ufull. Ati ishin buz rruge, ku dolën nga Sainsbury ishin buz rruge, që janë mjalt.
kishte aq shumë se nga që është buz rruga, edhe nuk para kishte njerëz që t'i merrin. Kështu që çfarë ndodh? Ndodh që ngelin atje. I thash Marios, ndaj lot marrim, aty kishte për të marrë, për të mbushur atë qesën e madhe plot, aq shumë kishte. Po unë do merrja sa do merrja për vete. Se nuk para ndalon njeri, aty jetë çik u thumolla asaj. Që nëse ka në insekt në një gjë të dalin, po janë të plota dhe që janë mjaltë të ëmbla. Çfarë do bëjmë me këto? Një pjesë do t'i hajmë kështu, vetëm unë, Mario nuk i ha dot sepse i krijon koll, ka një tip alergjie. Edhe Bianca me Evan ndoshta. Dhe pjesën tjetër, po mendoja ta bëj reçel ose t'i ruaj në ngrirë. Me Mario disi që kanë ato mjaltë, son një provova tani. Prit se kam hedhur full tani, lëri 5 minutësh. E di sa ishin që nuk e zgjasja do të kraun që ishin kokër mdhaja. Nejse, tek këtu, tek Sainsbury, po shikoja dje ndarke një kostum që më pëlqeu shumë. Mi po online nuk kishte topin, kishte vetëm fundin. Unë me thënë drejtën shkova për të marrë një palshapka për Biancën. Mi po përfundova duke marrë edhe këtë fundin, që më pëlqej jashtë mase shumë. Është i gjatë deri në fund këmbë. Me xhepa, faleminderit. Me xhepa ka dhe këtë gjën kështu. Të thjesht, duke e kapur këtu, sepse si duket do ngrihet fundi lart apo I don't know. Në diçka e tillë. E thjesht në dizajn, komode, shumë e rehatshme. Edhe kështu, unë këto kohë, juve nuk ju kam treguar, sepse nuk ka dalë koha. Po edhe dje për shembull kemi bler kaq shumë gjëra në Marks & Spencer, në TK Maxx, në shumë vende, në Vinted kam bler gjithashtu. Edhe kemi bler kaq shumë gjëra, mirë po nuk ja u kam treguar. Sepse jo du do marrë me një gjë, jo me një tjetër, unë përgjithsisht i marr, i fus, i laj, i vën dollap, edhe as nuk e kam veshur shumicën e gjërave që kam bler, sepse kam thënë, jo do t'i vesh kur t'i me pushime, edhe me pushime do i veshim një ble, edhe hajse kur shkon me pushime fiksohesh me 2 gjëra që janë më të rehatshme. Zburi prap morëm këto shapkat për Biancën, të thjeshta, vetëm për plazh ose kur dalim në lagje. Morëm edhe këto Crocs, që edhe këto janë për xhiron, lagje, whatever. Si puna këtyre dhe t'i vë në frigorifer, si mos na shkrim. Edhe para se të thoni, vera nuk është healthy, nuk është kështu, ju kam bërë dhe nga këto kasatat me çaj bie tjetë kjo. Me fruta, me qumësht e tjerë. Ja u kam bërë edhe këto, i kanë edhe këtë si opcion, mirë po kanë edhe akulloren, sepse e vërteta është që nuk mund të jemi healthy gjithë kohës. Që kishte javë greke, juve që e bëni byrekun në shtëpi, bravo ju qoftë. Unë bëj byrek në shtëpi, mirë po her pas here kam dëshirë të kem nga një kështu të shpejtë të gatshëm, edhe mora si puna këtyre 3 copa. Njërin do ta bëjmë tani që ta kenë fëmijët edhe e mbyllar ditën, se pastaj sallata dhe në gjë. 2 të tjerë do t'i vëmë ngrirje. Choco Snacks, Vitabix, besoj se nga këto do marrim dhe me vete në Shqipëri. Një kuti me strawberry, 1 kile lule shtrydhe. Si ky byreku me ujë mora vetëm një. Ky më pëlqen me çfarë është ajo? Presh. S'kishte me presh, kështu që mora këto. Tomatet ishin fantastike, kishin një aromë shumë të mirë. Duke qenë se kam gjetur rahat me ato tomatet e vogla, cherry tomato, sepse vinë më të ëmbla dhe duken më të shishme. Kishte si puna këtyre, këto mu duken super të mira, edhe mora kaq. Për 3 ditë, se Bianca i ha kështu si mollë ato. Kujt është kjo? Kjo është e Lidlit. Kjo është një ndër sallatrat e mia të preferuara në Lidl, vjen me rajn, gjas me zgjat çik më shumë. Nuk ka diferencë. Një 2 sallata të tjera. Dhe vazhdojmë. Kastravec. Një kështu kilo pastry që da vë në ngrirje. Edhe kur bësh në njëri byrek të shpejt, ke këta aty në ngrirje, nxjerrë shkrin, as 2 orë nuk do të shkrihet. Kjo do bëhet byreku. Zakonisht me këtë lloj petash,
Unë bëj byrekun me qumësht, vez, ose kos, vez. Kos, vez. Pak banane. E preferuara ime dhe e Marios, artichok. Zemra artichoku është nuk di çfarë them. Bianca dhe Eva morën një donat që e kanë shtypur këtu. Mora një vazë me ullinj sepse kam atje dhe thash me që javën që shkoj hapa një dhe e mbaruam, thash ja të kem dhe një tjetër. Ndoshta për këtë javë, sepse në sallatra e vëm shumë, mirë po nga ana tjetër nuk dua ta lë të hapur se e di që do prishet, kështu që ndoshta se hapim fare. Edhe u kënaqet domethënë duke ja u treguar gjithë gjërat. Kisha shkruar te lista ime që duhet bles butës rrobash. Dhe ishte gjëja e parë në listë. I mora të gjitha përveç asaj. Nëse ideja është tani të merrem çik, duke qenë se nuk do bëj ushqim, do bëjmë këtë. Neve dje bëm barbecue, nuk e di nëse filmova në një gjë. Edhe na kanë ngelur mish nga mbrëm, normalisht. Kemi edhe sallatrat, domate, kastraveca, kështu gjërash. Edhe byrekun që do e vë në furr. Edhe çfarë do bëjmë më? Unë do i sistemoj të gjitha këto, do heq këtë bluzën e lezetshme që kam bler tek. Edhe këto pantallona të tregojnë që kështu, jo se sjamën, por po mendoja që t'i merrja rrugës, sepse janë shumë të rehatshme. Rrugës në avion, se rrugës në avion nuk vesh, do tas fundes fustane me fëmijë. Më përpara, faktikisht më përpara si kam veshur që treja më rehat. Por më përpara diheshe që nuk do i vishja nga fëmijët. Domethënë tani dihet që unë nuk i vesh nga fëmijët. Edhe kështu. Këto janë 3 ditët e fundit, kam bërë një 2 valixhe, 3 valixhe. Domethënë kemi 2 valixhe dhe çanta dore. Duke qenë se ne jemi tranzit, edhe ai tranzit është 30 minuta në Vjen dhe na ka ndodhur pothuajse gjithmonë se herë që jemi 30 minuta, valixhet nuk vinë në kohë me avionin, por vinë më vonë. Edhe duke qenë se vinë valixhet më vonë, atëherë neve kemi ngelur pas një rrobë pasgje, se unë s'kam asgjë në Shqipëri. Kështu që edhe s'kam asnjëri masën time, kështu që mendoni çik. Kështu që nuk merja dot as rrobë borxh. Kështu që kësaj radhe do marr një çandore plus që kemi dhe dasëm. Neve shkojmë me datë 30 dhe me datë 1 është dasma, kështu që nuk është se kemi shumë kohë. Dhe te çantat e dorës do vendos. Po Mario. Si? Po. Si? Edhe te çantat e dorës kam vënë plantëve fustanet, kpucët, këto gjëra që do kemi për dasëm, rrobat e Marios, të Evanit, të Biancës, të gjitha tonat. Mirë po, të kemi edhe nga një ndres, sepse unë për shembull me ato rrobat që kam udhëtuar, gjëja e parë që duhet që bëj kur shkoj në shtëpi është të bëj dush edhe të ndrohem. Sepse sido që ti të lodhesh, gjersitesh, acarohesh, ku di gjë unë, edhe këtë bëj gjithmonë. Unë kësaj radhe mirë që nuk do shkoj në shtëpi, domethënë nga avioni. Sa të zbres nga avioni, ndoshta dal direkt për jashtë dhe nuk pres fare për valixhet, bashkë me fëmijët, ju lë fëmijët, shpresoj të vi mami, babi ose motra të më marri, të më presi se neve marrim makinën me qira në aeroport, edhe do ju lë fëmijët atyre mendoj, do marr taksin dhe unë do iki direkt bëj flokët, sepse nuk kam kohë për t'i lyer më vonë, ose më saktë, para dasme nuk kam kohë. Kështu që, na presin ca gjëra shumë kështu të bukura, edhe shpresoj që t'i bëjmë. Tani, të vishem unë, edhe të vazhdojmë me punët. Këto janë, që ishe se duket kjo, në këta manaferat, në kam hequr një dorë të mirë, ja kam dhënë Biancës, se kam pastruar ujin disa herë, deri në momentin që tani është komplet i pastër, dhe ca shoh në një që nuk më mbush syrin e hedh, por që janë aq të mira, aq të ëmbla, sa s'ka shans të ngelet to për të bërë një reçel në një gjë, kështu që do t'i ham, se dhe unë nuk është se mora shumë, mora aq sa për neve.